Përshëndetje Geeks, rikthehemi prapë këtu në Geek Room për të ristartuar një vit të zjarrt. Edhe pse është pak vonë, unë dua t'ju uroj gjithsesi gëzuar vitin e ri 2016 dhe sjell viti i ri 2016 gjëra super të bukura, siç unë premtoj se do t'ju them në këtë emision që do të sjellë 2016 për sa i përket teknologjisë. Po gjithsesi, tani bëhemi gati, sepse ky emision do të jetë goxha i ngarkuar me goxha gjëra të bukura, goxha gjëra. Madje kam edhe dy gjëra të reja. Plus përveç kësaj, kemi edhe një të ftuar bombastik. Por nuk po ja them ftuarin kush është. Ftuarin do ta zbuloni vetë kur të jetë momenti që të luajmë PlayStation. Shihemi pas pak. Kufjet janë ato gjërat e vogla, të cilat kur i nxjerr nga xhepi, duket sikur nxjerr ferrin vetë, sepse duhet të zgatrosh ato telat e tyre. Dhe për më tepër, për të mos përmendur pastaj faktin që të bien gjithmonë nga veshi. Megjithatë, sepse tash i bien nga veshi, sepse pavarësisht se nuk ju pëlqen shumë kompanive prodhuese të kufjeve, vrima, kjo hapësira këtu e veshit nuk është standarde. Ky është problemi. Megjithatë, në Kickstarter pash një zgjidhje shumë të lezetshme nga një grup amatorësh që quhen Revolts. Dhe Revolts, ja të shohim se çfarë kanë. Revolts e para njëherë kanë vetëm një fije të vetme, e cila i lidh të dyja kufjet, sepse kufjet nuk lidhen me aparatin tuaj, me celularin, me anë të fishit, por lidhen me Bluetooth ose me wireless. Janë pak a shumë si kufje wireless, por kanë vetëm një fije që i lidh i bashkon të dyja. E bukura është që kanë një xhel i cili është custom fit. Dhe kjo është e bukura, sepse kufjet mund të lidhen me anë të një aplikacioni në smartphone-in tuaj, dhe në momentin që vjen në veshin tuaj, automatikisht ato përshtaten sipas vrimës së veshit dhe bëhen në këtë mënyrë kufje të personalizuara. Çka tjetër e bukura është Onkyo. Onkyo është një kompani e cila merret me prodhimin e pajisjeve audio. Dhe përderisa Revolts ka marrë mbështetjen e kësaj kompanie, do të thotë që është goxha mirë, e bukur tjetër është kjo që kanë noise isolation. Noise isolation, domethënë kur i vë këto kufjet nuk dëgjon asgjë. Por mund edhe ta rregullosh gjithmonë me anë të aplikacionit në smartphone, mund ta rregullosh, se nëse do të ecësh në rrugë, mund ta rregullosh se sa do ta dëgjosh muzikën dhe sa do ta izolosh atmosferën e jashtme. Në këtë mënyrë nuk do bësh as aksidente. Bateria që nga shumë e mirë sepse mund ta përdorësh për 8 orë pa pushim, por nëse do dalësh në standby mund ta arrit deri në 14 orë. Për momentin pas ka 7350 mbështetës dhe ka arritur një financim prej 1739%. Në një botë si kjo e shekullit 21, ku çdo gjë duket se funksionon me energji elektrike, problemi është kur nuk ka drita. Si bëhet? Eton Blackout Body H2O është zgjidhja që unë kam gjetur për Chip Technology, për rubrikën Chip Technology, për teknologjinë e lirë të cilën ju mund ta blini në web për shfarë pak lek. Quhet Eton Blackout Body sepse është një elektrik dore. Është body sepse është një mini elektrik dore i cili funksionon me H2O, me ujë domethënë. Vërtet, mbasi e mbush kapsulën, besoj do të tregohet në video, ka një kapsulë, ka një vend shumë të vogël, të cilin mbasi e mbush me ujë, me H2O, ky elektrik dore mund të bëj, domethënë me dritat e tij LED, mund të qëndrojnë ndezur për 72 orë dhe nuk ndalen më. Dhe kur them që nuk dalen më, do thotë që nuk dalen më fare. Dhe vërtet, nuk mund t'i ndalosh sepse është vetëm një përdorimç. Tash e vërtet, nuk është aq konveniente, do doni ta përdorni disa herë të tjera, po për vetëm $7, kaq mund ta gjeja. Vendosa që këtë sezon 2016, sikur e kam thënë më përpara që emisioni Geek Room do të evoluojë nga emisioni në emision, këtë radhë, këtë seri, kam vendosur që të sjell një rubrikë të re të cilën shpresoj ta mbaj gjatë. Technology tips. Dua t'ju jap, domethënë, këshilla të vogla për sa i përket teknologjisë. Dhe pa humbur kohë do t'ju them këshillën e parë për sa i përket teknologjisë. Të gjithë kanë përshtypjen, kujt i ka rënë celularin në ujë, i ka ikur truri dhe nuk ka ditur ç'a të bëj. Po tani kemi 2-3 këshilla të vogla. E para është mos e ndis. Gabimi i parë që njerëzit bëjnë, sapo celulari apo çfarëdo lloj, edhe tableti kur i bie në ujë, gabimi i parë që njerëzit bëjnë është që e ndesin. Asnjëherë mos e ndis, as mos e kariko, as mos e ndis sepse kjo do ta çonte në qark të shkurtër dhe aparati nuk do të ishte i përdorshëm fare. Lëvizja e dytë që duhet bësh është që ti heqësh të gjitha pjesët e lëvizshme. Domethënë nga bateria, kapaku, kartat e memorjes, kartën SIM, të gjitha gjërat që mund të lëvizen. Ja heqësh, do t'ja thash se s'bën me një tharse rrobash. Me një tharse flokësh dhe tharse rrobash, imagjinoj pak. Me një tharse flokësh për të hequr të gjithë ujin, për ujin që mund të heqësh me tharsën e flokëve gjithmonë. Dhe treta pasaj që është më kryesorja është që do ta lësh pajisjen të paktën për 3 ditë në oriz. Do të merrni një kovë në oriz, e lini aty sepse orizi është një absorbues, një thithës shumë i mirë lagështirës. Dhe fundit pasaj kur ta merrni celularin apo aparatin pas 3 apo 4 ditësh, ndizeni. Po s'u ndes, provoni 2 herë, 3 herë, 4 herë. Nëse s'ndizet pasaj çoni te servisi.
Dhe që është më kryesorja, mos ma vini fajin mua, sepse me të dëgjuar i kam. LG G5 pritet që dalin në 2016 edhe ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë e dim pak a shumë gjithmonë se çfarë do të përfshijë G5. G5 do të ketë një metal, një konstrukt, një dizajn totalisht prej metali. Ekrani i tij do të jetë 5.3 inch dhe do të jetë Quad HD me një procesor Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 820, procesori më i fundit. E bukur e ekranit ama është që do të ketë një secondary trigger display. Ky quhet është një ekran i vogël, i pavarur nga ekrani tjetër ku do të keni mundësinë që të përdorni disa widgets të tjerë, të pavarur edhe këta. E bukur është që ka një kamerë prej 16 megapiksel dhe është dual kamera. Dhe kjo do t'ju mundsoj që të bëni foto diku tek 135 gradë me një gjërësi të fotosh 135 gradë. Bateria është pak më ulët se sa G4, sepse G4 kishte një bateri fenomenale prej 3000 mAh, ndërsa kjo e G5-s do të jetë më ulët, do të jetë 2800 mAh. Nuk e dim nëse do të jetë e mundur që ta heqësh baterinë ose do të jetë e mundur që ta zmadhosh memorien me anë të kartave të memorieve, por përderisa nuk ka asgjë të sigurt do të thotë që ka akoma shpresë. Nuk e dim se ç'do të ndodhi me G5-n dhe kur do të dalë dhe se sa do të kushtoj, por që gjithsesi si në kohë, ashtu edhe në para, do t'ja vlej një rrogë të tërë, të paktën e një muaj ose edhe 2. Jemi dhe të Vodafone-it. Nuk do të harrojmë që duhet se s'bën të klikoni tek miqtan Vodafone.al për t'u informuar për gjithçka që Vodafone.al Vodafone vetë ofron. Pasi Vodafone janë miqtan dhe ju se s'bën të klikoni aty për të parë se çfarë ju ofron edhe juve. Është vit i ri dhe sigurisht nuk mund të rrini pa folur për Facebook-un, po në të them të drejtën është Facebook-u ai që s'të lë pa folur për të, pasi nëpër web ka shpërndar shumë thashetheme. Thashethemi më i fundit është që do të bëjë një ndryshim kolosal, një ndryshim shumë të madh për sa i përket rubrikës së tij Newsfeed, pra rubrikës së lajmeve. Tashmë nuk do të kemi më, po themi një rubrikë, një homepage ku njerëzit do të shikojnë gjëra të përgjithshme, po do të kenë gjëra të personalizuara. Të gjitha këto do të jenë të personalizuara sipas shijeve të personit. Në fillim fare do të zgjidhni për shembull nëse doni të merrni vesh më shumë nga bota se ç'ndodh për sa i përket udhëtimeve. Sigurisht do ja nxjerrë Facebooku më vonë. Për sa i përket gatimit, makinave, çfarë do të gjë që juve ju intereson. Pra me pak fjalë do të jetë një newsfeed i cili do të jetë i personalizuar totalisht sipas shijeve tuaja. Dhe një tjetër specifik që Facebook do të lançojë do të jetë Facebook Marketplace. Kjo do të jetë një kategori e veçantë, e cila do t'ju mundsojë, do t'ja bëjë më të lehtë që ju të akuistoni, që ju të blini live në internet. Imagjinoj pak, vetëm fillimi i 2016-s dhe Facebooku ka filluar që tashi që të mendojë për portofolin tuaj. Dhe këtu, me që jemi tek rrjetet sociale, duhet flasim për InTV. InTV Albania jemi në Facebook, InTV Albania jemi në Instagram, në Twitter dhe në YouTube së fundi. Jemi gjithandej në të gjitha rrjetet tona sociale. Dhe për më tepër kemi dhe website-in, i cili është një website super i papar që ju duhet se s'bën të klikoni aty dhe të informoheni. Tani ama do të luajmë PlayStation. Do të luajmë dhe me kë thoni jo, me Ema Andrea. Na ndiqni. Jemi rikthyer prapë në Geek Room-i. Ti tregon që Jonka është krejt i qetë. Është totalisht i qetë Jonka. Pavarësisht në defektit vogël teknik, ne jemi rikthyer prapë këtu në Geek Room për të luajtur PlayStation tash dhe sikur ju premtova, do kemi një personazh të fortë, një emër të madh. Ema Andrea. Mbajeni mend të emër njerëz, pavarësisht se keni dëgjuar tani. Jonka, rriur të. Si do të bëj çik shefin? Nuk kam nevojë të ma bësh shefin. Shikoj Jonka, unë jam aq mendje madhe se ti mund thuash vetëm Ema Andrea dhe kjo i përfshin të gjitha, mendoj se mendje madhe. Ti që mjafton kaq, Jonka studenti, i studentim. Jonka është i student sepse ka ngelur, nuk e mori asnjëherë lëndën e emës. Kjo nuk është e vërtet. Po s'është e vërtet. Në media gënjehet, po kur je me mua nuk gënjehet. Ti nuk e ngelur, ka qenë student shumë i mirë, pak e llastuar në vitin e parë se nuk kuptonte ku ishte. Por tani më është bërë. Kam ngrënë dru si drejti se nuk di atesja, Ema më merrte me shkelma nëpër gjithë klasën. I bëm qefin njëri tjetrit nga fillimi deri në fund. Ashtu? Punëtor edhe me një mendje shumë të hapur. E mësuam dhe një gjë tjetër. Okej, a ti bëjmë çik qefin Alba Gaming. Është kjo sigla që po shikoni këtu, dhe është dyqani i lojrave i cili na mundson PlayStationin këtu në studion e Geek Room-it dhe na mundson edhe lojën NBA që do luajmë tani me Emën. Ema, shiko, tani me që do luajmë basketboll. Më kujtova se do të merra domani një topë do ta luaj vërtet. Jo, nuk e kemi, do të kemi një emision tjetër. Tani me X-in, shihemi të ndeshja. Ta kap topin në shkrypiksin, e? Po. Shpejt e kapi. Jo. Prit, ndorin, është kjo. Prit, se gjuhet dhe unë për...
Ndryp me rrethin. Jo, nuk e bërë. Nduri është me trekëndsi. Jo, me rrethin është trekëndsi. Nduri. Fuck, vazhmë në fund një të rrafë. Unë kam rekordin të që gjithë në ka rrafë. Gjithë tuajt në ka rrafë, ema. Më kupton? Unë pise kam penalti. Kjo së quet. Unë që në bëjtë është. Ajanka. E kupton? Ajanka. Pyet. Qa të të Ja. No. Më në fund historinë e Geek Room e nisim. Të shi me që me iksin pasontit. Kur t'jesh afër gjuaj me katrorin. Sa më afër, hopa. E kapa. Trekëndsi. Ja me Lakers. Kosh. Kjo paso. Kosh direktu. Qa thot ti më, të shikosh? Ma sa duket që s'ke eksperiencë fare. Jo, unë kam pas bot 3 pikësha kur luja me vlajnë, po më litë vlajnë. Trekëndsi. Po trekëndsi jam unë, po du t'mjesh afër që më ndërhysh. Du t'mjesh afër. Do lëvizësh ti? E ke bërë manipulim lojë, në mytë e meja. E ne është vlaj jemët. Gjua me X. Pasoje. Me X, po. Okej, pasoje. Qesi është da pasosh ta më shumë dhe kur t'jesh afër. Ti je afër gjuaj për... Opa, jam... Kështu luhet basketbol, nuk e di ti që kështu luhet basketbol. Kape! Po, që e bëra. Mos futur, po shtu katrori, ne, më shtu katrori! Po ku? Fuck! Okej, nuk quat. Si e kam bërru? Quat, 4-2. Hajde. Unë të shi qatë bëj X. Jo, të shi e kujke ata, kujke lojtarës. Asoje, katrorin. Katrorin e kujtë. Bëra penalti unë, apo bërë ti penalti? Që më rëmë penalti, s'kam basketbol penalti. S'ka? Kjo quhet goditje dënimi. Goditje, pas quhet pëse penaltia. Unë të këputa me penaltitë. Me këshu. Ja. Prita dhe një tjetër. Mama, mos bëj penalti, ma. Nese, unë e bëra shumë burë koshin dhe kjo ka rëndësit e shë katrori pasë. Me X-in. Ma falë, bu. Një, falë. Trekëndsi. Katrorin. Si unë që ka Katrorin. Katrorin pa kush katrorin. Mbaj shtypur katrorin. Do ta marrë pak shtypur. Trekëndsi. Pop. Pse se marrë unë topin asje, pse me ti? Asun se marrë vesh se si drejqin e marrë vetëm unë. A më gjuaje, ha. Okej. Katrori. Mbaj shtypur katrori. Mbaj shtypur katrori. Po koshin kush e bën? E bën vetë. Po pse më marrë topin ti mua? Iksi e pason dhe katrori gjuan. Katrori gjuan për kosh. Trekëndsi merja topin. Trekëndsi merja topin, katrori. Hajde. Kosh direktu. Pa. Trekëndsi. Hop, pip, pap, pup. Okej, katrori. E more. Pasoj me X pra. Me X. Me katrorin mbaj shtypur katrorin. Mbaj shtypur katrorin. Mbaj të dyja shtypur. Mbaj shtypur, po jo X dhe katrorin njëkohësisht, mbaj vetëm katrorin shtypur. Si po punoj? Po bëja njëri. Mbaj shtypur. Mbaj. Mos më prek lojtarin. E ke ti goditjen? Pa natyrisht. Dënimi? Me ç'a bëhet? Mbaj shtypur katrorin. Me katrorin. Mbaj shtypur. Hop. Po mbaj shtypur më lali. Po lali për shtypur është. Edhe njëherë, hajtë se ke dhe goditje tjetër më duket, a? Sa e mirë. 6 këy. 6-2. Po mirë, si veterane që s'di fare i 2 pikë që bëra. Po më ndo dhe... Po unë lujta më mirë se ti. Mbaj shtypur katrorin. Po pitër të marri vërët e një djali. Jepi. Hopa. Pas ka ponë në bukar. Ema nuk e fat. Po s'kam fat, e ke manipuluar lojën. Si artiste e shumë e mirë, po kështu ke manipuluar lojën. Ec vlaj, me ç'është me X, ke shumë punë për para. Po me X bëhet kosh me ema, me katror. Jo, me katrorin bëhet kosh, me X-in pasohet. Po X shtypa ai e çoi në... Sa e mbajtë shtypur shumë. Kush është ky? Jam unë prap. Po, ke ti? Penalti? Mbaj shtypur katrorin. Hopa. Po shtypur është më shive akoma shtypur. Po mbaj pak fare. Ka një sasi të limituar, mbaj pak shtypur dhe lëqoja. Jo deri në fund.
E kupton? Kjo jep fuqinë, varet fuqia e goditjes nga sasia e të mbajturit të shtyp X-in njërë që të filloj loja? Shtyp e njërë X-in, pas tash, opa. Jonke, Jonke. Jonke, Ema, ndrojnë. Hajde, shpejt, ma e topin. Ndrojnë rolet, studenti, zysh. Pa budo alli që ti më i mirë se kulo. Studenti zyshën. Epa! Këpat! Po jo që këtu. Po X më tha. Unë e kam topin prap. Ka që di unë basketbolin. Po, pse kush e nëzori unë? Po. Jo, kam unë shika. E ba bën me ila atër, juve kush jeti Lakers? Jam Lakers, LA Lakers. Trekënç, mos e lej, ashtu, pasoje. Me X pasoje dhe... Po shtypa katrojnë, s'ka problem. Shiko, nuk është problem që... Trekënç. Qa bëra unë? Mos qaj. Bërë ti gabim. Mos qaj. Po qajnë futbolistët tu, është i kuqë, është i joti. Që janë ka tok. është pak basketbol. është luhet pak me kosha, dhe jo me këm. Prit. Luat, e di... Janë ka mbaj e shtypur, e pasaj cak, ta dish nivelin, janë ka cak. Okej, s'po qeshin dhe të vesh, imagino pak. Okej, kjo nuk ishte nevojshme, quna. Hop! Mirë një koshës, nuk është fundi botës. 7-2, kam në një tjetër. Po e ka blejarën vitrin. X prap, katrorin të që, katrorin shtypur. Katrori, usa i bukur! Yes! Nuk ka rëndësi fare! Ky ishte më i bukur, s'ka rëndësi fare, duha të unë bastë. Nuk ka problem. Se ka që bukur si korsa. Nuk ka problem fare, ta që nuk ka problem të unë bastë. Nuk ka problem, po s'ka problem fare. Sa bukur e bëra, kote, se më thua gol. Jo, nuk e thash gol, se më që keq. X-in prap, katrorin baj shtypur. Dyni vlëri. Fut ju, po pëse s'futet këta kapi. Katrorin baj shtypur. Baj shtypur katrorin, baj... Hopa! Epa! Jo. X prap. X. A qa e bën që këtu e bën? Katrorin, baj shtypur katrorin dhe jo shumë shtypur. Hajde tu. Ta që që mora dorën... Kosh! Merja, X. Se është fundi lojës ka për shtypjen. X, baj shtypur katrorin. Opa! E ndër, pren jonka. Jo! Jemi okej. Jemi mirë fare. Mund të ishte koshi historisë. Ky mund të ishte koshi juaj. Ke penalti? Po s'u penalti, o njeri. Goditje nga këndi, goditje nga pozicioni, nuk e di, ha. Ka një sasi të saktuar që do t'a ndjesh. Ti si artiste me ndjeshmëri që je, do t'a ndjesh. Shtype prapë katrore? Unë bëj vetëm spektakl kërëve për rezultatës më interesën fare, qa kosh i bëra shpa. Oh my god! Nuk më intereson. Hop! No, nuk je për të. Do ndonë dhe qonat. Po jo kështu kur mi falin pikët, nuk i kam qef. Unë e kam qef kur mi falin. Come on, e gjetë justifikimin. Po ti vetëm me të falë me fitove. E gjetë justifikimin. Ti vetëm me të falë me fitove. I prapë këti? Mba, shtypur. Qa? Po s'm pëlqenjë gjonat e gatshme, nuk pëlqenjë gjonat e gatshme. Mere, ta shikoj mi qik mere. S'm pëlqenjë gjonat e gatshme, duat luftoj. E mërzitur Davis. Jemi? Shme t'jesh në Amerika mytin e këta. Sa me X? Po e qyqyqja asun as ti s'dim se... Hop. Shtypur. Katrorin shtypur. O, more. Hop. No, edhe njerë. 9-6 prap. Nuk ka kosha më të bukur se këta që bëj unë. Ti me vetëm e goditje, më kupton? Ti me vetëm e goditje. Ti me kështu me... No! Mbaroj. S'ka problem. Unë fitova dignitetin. Do e me do shaka me. E rëndësishme është të marrësh pjesë dhe nuk është e rëndësishme të fitosh. Unë luajta për herë të parë në jetën time, në 102 vjeç sa jam unë, do në t'ju flasë për luftën e parë botërore, se mundem, kam jetuar, oke? Edhe e munda jo,
E mundë të më dhënë 2-3 pikë, sa fitove të 1-3 pikë? Mundëm, Jonkën e mundi dhe i cili thot penalti ku luan basketbol. E mo mirë tash i ti e kishe erën e parë që po luaj, unë ishim të dy erën e parë. Po kreditet e fitores i kam punë, pavarësisht nga pikët, pushoj ka kurzat lejtë me vol tani. E mo bërë një kosht bukur dhe kaq, nuk është se bërë në gjë veçantë. Dy të bukur, ti bëhet të gjitha të falura. Më falni, jam unë dhe Koshi që e quan penalti dhe gol, edhe në 3 bëje 1. Po shu që bëjnë kosh më njëri, se nuk dihet bëjë gjë tjetër për veshët i koshit. Blidhe veten, s'ka gjë, ka edhe më keq. Era e parë që fitoi një ndeshje në Kikrum, në historinë e Kikrumit, dhe Ema Andrea nuk i lëra, kupton? Nuk i quhet. Alba Gaming mundson NBA-n dhe gjithçka tjetër dhe PlayStation-in dhe çfarë do lloj tjetër të mundshme. Ema, çfarë do përqafoj? Hajde më dhe foton pastaj. Ciao. Do bëjmë foto. Një njerëz, se erdhi 2016 dhe paka shumë të gjithë duhet jemi të informuar. Duhet të dimë se çfarë mund të pritet nga 2016 dhe unë kam përgatitur paka shumë ja 5 apo 6 pika të cilat mendohet se mund të sjellë 2016. E para është inteligjenca artificiale. Deri përpara vitit 2010, inteligjenca artificiale, pra kompjuterat të cilët do ishin të aftë të mendonin vetë, të pavarur nga çfarë do lloj komandimi njerëzor, ishin të pamundur, ishin të pakonceptueshëm. Por me daljen e Apple-it, me ardhin e Apple-it në lojë dhe me futjen në celular të aplikacionit të asistentit Siri, gjërat ndryshuan. Dhe tani në 2016 kemi Amazon Alexa, Google Now, Microsoft Cortana, kemi dhe Sirin. Gjëja tjetër që do presim nga 2016 do jenë smart objects. Çfarë do lloj objekti i mundshëm, çfarë do lloj rendie në shtëpinë tuaj do të jetë totalisht smart. Do të keni smart tavolina, do të keni smart karrige, smart robe de chambre, ku e diun çfarë do lloj gjë, çfarë do lloj objekti do të jetë smart pasi e pam në 2015 se gjërat po ndryshonin dhe po shkonin tek llampat smart tek çdo gjë tjetër. Në pikë të tretë është virtual reality, do më thënë nga Oculus, ose Amazon Reality, ose Google Glass, e morën vesh se ku po drejtoheshin tashmë kompanitë e mëdha. Dhe po drejtoheshin të gjitha tek syze teknologjike, cilat do të bëjnë të mundur që të interaktosh, do më thënë të ndërhysh në marrëdhënie me një realitet totalisht imagjinar. Në të katërt është mobile payment. Çdo lloj pagese do të bëhet nëpërmjet celularit. Dhe këtë e kemi parë që është përdorur në 2015, përderisa ka funksionuar në 2015, në 2016 të funksionojë se s'bën. Dhe fundit janë dronet. Dronet do të kenë shumë përmirësime. Dronet do të kenë përveç droneve të mëdha, të cilët do të arrijnë të ngrenë dhe peshën e njeriut, ndoshta dhe më shumë se kaq do të përdoren, siç e provoi dhe Amazon për shpërndarje sendesh dhe për shpërndarje shitjesh. Kam përshtypjen se do të kemi edhe drone të cilat do të përdoren edhe brenda mureve të shtëpisë, të cilët do na ndihmojnë në punë të përditshme. Gjithsesi, për më tepër ne do të marrim vesh nga konferenca CES, e cila do të zhvillohet tash këto ditë. Kësaj radhe nuk mundëm do të kishim një rezume të plotë se çfarë ndodhi në CES, por radhën tjetër jeni të bindur që CES-in do ta sjellim këtu. In TV Albania, shkoni dhe klikoni në të gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, në Twitter, në Instagram dhe në YouTube, se s'bën për të qenë gjithmonë koherent dhe për të ndjekur se çfarë po bëjmë ne këtu të Init. Për më tepër klikoni dhe në intv.al, që është website-i jonë që të informoheni jo vetëm për showbizin tashmë, për teknologjinë, për politikën, për ku e diun për çfarë do lloj gjëje që do të na interesonte. Për më tepër klikoni dhe në vodafone.al, tek miq tan Vodafone dhe të shikoni se çfarë mund t'i ofrojnë juve. Ikëm. Unë jam Jonka, ty ishte Kikrum. Shihemi! Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you.